e një arsimimi formal në art. Nëjmë dorëzat, nëjmë syzat, edhe zgjedhem se cilën nga shishet në pëlqen ose cilën dojna me punu. Këtë rast pjavlu juve se cilën do një ju me e zgjedh për me javë punu juve me javë bo si loj dhurate. Kjo, okej, shkojmë me këta. Ndryshe nga shumë artistë që ndjekin rrugën akademike për të zhvilluar aftësitë e tyre, Arbeni ka zgjedhur një rrugë të veçantë. Ai nuk ka studiuar për art, por ka pasur një dëshirë të fuqishme për të krijuar dhe eksperimentuar me materialet që e rrethojnë. Arti është talent. Është edhe shkollë që ta jep një shtytje, domethënë mu profesionalizu, por me një farë forme, hapat e partë janë talenti. Unë kam fillu, që thajmë të na tu pa tu bo, se nuk njifëm na për një farë zbulimi që e bëjmë na shqiptarë që e kemë bo një farë zbulimi me thonë, ua, tralljen, po kam po në internet, edhe më ka zgju korreshtje me pas se qysh po bon, një kohë shumë gjatë kam hullumtu, kam zbulu se qysh po bohen, qëfar forme pi bëjnë, qëfar materiali po përdor, krejt punën, krejt detajet dhe në fund ja kum analizue, edhe fillova e mora vendimin, thash, hajt ta provoj se ndoshta bohet diçka. Tek e fundit let jetë si lloj hobi. E fillova si hobi, edhe mas nej përfundoj si formë biznesi, po si formë punë e dytë. Një nga përdorimet më të jashtëzakonshme të artit të tij është shishe e xhamit të përdorur. E kemi, domethënë, pjesën ose mjetin i cili e then, po ka raste që mundet edhe me na dështu thyrja, që ka rëndësi thyrja shumë, domethënë se kjo pjesa, ballore, ose dhëtë me nejt në këtë formë, me pas që me rasti kur ajo aty, ose kjo farë marka e shishës që është, dhëtë me qenë drejt. Nuk gëzor më kanë kumdore, se diçka se nuk do këtë mirë dhe nuk del jeshtë. Që kjo thejet në këtë formë, edhe kjo ka dalë bukur. Për me adhon formën, tamon, se qysh duhet, që kështu, për shembull. Kështu. Edhe kjo pjesa, shkon këtu, në qëtë formë. Tash pjesë tjera, që na të i brojnë, i vendosëm, këtë njerë du të mja adhon formën me drejtu, për me mujtë me pas se cila është mënyra ma e mirë. Dëshiron me pas në këtë pjesë, apo në mes. Besoj që në mes është ma mirë. Edhe pse shumë sfida deri në realizimin e këtij pasioni, Arbeni nuk u dorëzua asnjëherë. Ka qenë shumë e vështirë, për shkak që s'kisha njohurinë për materialin i cili përdoret. Fillova me ulumtu për materialin, me kërku, me nxit që e gjeta, fillova me provu, dështova, nuk është me thonë, ja qëllova për herë të parë ose herë të dytë. Sa ka zgjatë që ke periudha sfida derisa ja ke qëlluar me realizim? Ka zgjatë me thonë, një kohë shumë e gjatë, me llogaritë, me punime nështë një 10 ose 15 më kanë dështu, derisa se ka rol shumë të madh, lunë rol shumë të madh materiali, përzirja, matja që duhet me shku me mas, e cila në momentin që hidhet ma shumë ose hidhet ma pak, ajo dështon, ose nuk teret, ose jetë e but, ose nuk teret, heq ose jetë e but. Momentin që jetë e but, ajo bjen, rëshet. Në momentin që e vënon muri, ajo ka me rëshit, ka me ranë tokë. Ka qenë vështirë, mas
izolimi, kornizat, shumë gjana tjera që nuk është se na po shohim çdo që e kemi punu për shembull për një kohë është shumë të shkurt, po ky punim për shembull që i ka 30 me 40 cm, të merr dikon 5 ose 6 orë të merr në ditë për me punu, për me fillu për shembull me punu, që thënë prej as deri në zh. Kjo metodë e përdorur tregon se si një njeri mund të krijojë art të vërtet, duke u mbështetur tek pasioni dhe interesi personal. Tash kjo është pjesa e cila është thy edhe ka dalë shumë mirë për fat të mirë. Tash pjesë tjera të mbetura i qesëm këtë zbrastirën këto në kornizë, po për këtë na duhet me thy edhe një, se nuk na mjaftojnë. Me thy një tjetër. Që për shembull e thyjmë edhe këto. Këto janë copëzat që na nevojiten për punimin. Këto tash këto janë pjesë që na duhet me i fshi, për shkak që thyrja në qënë edhe plurën të vetin, i rendisën qysh dojnë ose bast, qysh na bjerë më mirë. Këta janë foli gold, të cilat e thejmë pak në ngjyrën e zezë, e cila edhe përshtatet shumë, po edhe pëlqehet shumë. Ai ka gjetur bukurinë dhe mundësinë për t'i dhënë një jetë të re atij që zakonisht konsiderohet mbeturinë. Ka pas reagime edhe shumë ta për shembull që edhe kështu çakë shishe e thyme për shembull, vadin se s'kam pa që mundet më bo art edhe kjo është një farë lloj riciklimi, ai të kuptu. Është për të mirën edhe ambientit, po shihet që na mujna mi thy, po copëzat që i thënë ai qesëm edhe i vendosëm këtu. Është një lloj riciklimi, është ide shumë e mirë, më ka pëlqyer shumë. Mendoj që kam prit, më thon, me shumë me realizu me ardhën pikën që thënë përfundimtare që më thon, ja tash e gjeta dhe tash ja qëllova. Po besoj që ka nevojë për përmirësime hala, po ato shkojnë gjatë rrugës, gjatë proceseve punës. Mujna me pas edhe na gabime, mujna dikon me lor ma mos me pas drejt, më kon dikon pak ma shtrem, pak ma drejt, po kjo është punë dore, është e mira që është punë dore, nuk është punë që bëhet me kompjuter, është punë dore, çdo punë dore e ka originalitetin e vet, edhe e ka hjeshin e vet, edhe punën e vet, shihet. Domethënë çdo punë dore. Shpirti ta krijuar. Po normal, patjetër. Por edhe më rëndësishme është edhe me lule, janë lule të gjalla? Lulet janë gjalla, po, lulet janë gjalla, patjetër që janë gjalla, ajo pjesa aty. Ato e kom bo veç me provu se qysh mundet, a ekziston mundësia me qëndru ose me urujt ngjyra e lulës mas futjes materialit ose hudhjes materialit, po shihet që ngjyra edhe lulja nuk ka ndryshuar as pak. Domethënë kjo me një farë forme është forcu ose është plastifiku me një farë forme kur i hudhet materiali për mi, edhe kjo e ka rujt ngjyrën lulja edhe, po kjo ka mbetë si provë, në shtantar mujna me bo edhe pse jo. Çdo copë shishe, çdo detaj i punuar me kujdes dhe pasion, flet për një botë të re krijuese që lind nga një material i thjeshtë dhe i përditshëm. Tash kemi me bu përzierjen e dy materialeve që janë dy komponente, ose materialeve që cilat kanë mu përzir mes veti, që ka rëndësi shumë përzirja, do të me qenë sakta, përzirja do të me qenë e saktë. Në momentin që njëna hudhet ma shumë se tjetra, ekziston mundësia, po qasat janë që me dështu punimi, ose qa do, nuk është të thonën kjo, qëfar do punimi që kime punu, nëse nuk e qetë masën e saktë, ose duhur, se qysh duhet, ka me dështu. Kjo është përzirja materialeve, edhe masa e saktë,
cila do të më qenë e sakt ashtu se qysh thot në këtu. Si pas Arbenit, sjellja e gjërave të reja është ajo e cila po pëlqejet shumë nga njerëzit. Prandaj, përveç pamjes, ai krijon edhe dimensione të ndryshme. Si çdo ndryshim ose çdo diçka që e re është e mirë, shihet që reagimet janë të mira për çdo punim që e bëj, për shembull, ose diçka që ndryshon pak ose ja vendos një fotografi ose ndryshon pamjen, shihet që reagimet janë pozitive. Dimensioni më i vogël janë këto, domethënë janë dimensione 30-40, përdoren për një shishe, mundesh me marrë dimensione edhe më të mëdha, po masnej i hub, i hub hieshia ose shishës në këtë rast, se dimensionet e mëdha shishja duket shumë e vogël, kjo është dimensioni standard për një shishe, se shisha mundet mi pas 25 cm, kjo i ka 30, kështu që është për një shishe është mjaftueshëm. Po dimensionet më të mëdha që i kam punu janë 1,5 metër e gjysmë me 1 metër. Më thonë ata kanë shku porosi që i kanë porosit klient, kanë thonë pedojna që do në dimensione, i kem punu, janë konë të knaqën, dhe i sot nuk kom pas nej, me thonë. Po i shkon edhe mirë edhe nëse më kishtë thonë dikush, se ke bu mirë që to, ata janë kritika që të vinë mësojnë se dimensionet e mëdha kam punë shumë, kanë sfida, dhe më thonë se do të me pas kujdes shumë, nivelizimi ka rëndësi shumë, kujdes dush me pas, gjdo kohë dush me pas në kontrol derisa të fillon me uter, dush me ardhë, me shiku se mos po ka lëviz dika se kjo është si lloj uji. Shkon një anë, po ka është ma poshta e shkon. Nëse të ka lëviz diçka dush me intervenu në atë formën që me arë niveli më konë i njëjtë në të anontë, shpërndarja më konë i njëjtë në të anontë. Nuk guxon më konë një anë ma pak, një anë ma shumë, se nuk do këtë mirë edhe nuk do këtë jeshë. Ai është një dëshmi që çdo person ka mundësinë të krijojë, pavarësisht nga formimi i tij akademik, dhe se arti mund të vijë nga çdo vend, çdo material dhe çdo inspirim që kemi rreth nesh.